Vallahin e madh, një fjallë të keqe që ja thu dikonaj, i madhi Allah nuk e ljem pa marr hak të këti nëse e ke rënduar dikon me një fjallë të keqe. Atëhere, ndëgjej këtë video, pastaj kom do fjallë për këtë vjetë. Wallahi një fjallë të ranë që ka e thu dikujna, një të shame pa hak që e kuj dikujna, wallahi pa të nëzirë Allahu hakin se le. Allah i drejt, Allah i zban zullum, wallahi ja ki gjek shpirtin dikujt ka me ta përvlu Allahu shpirtin. Wallahi nuk e dit janë e vlad, anë familje, ti ba nuk ishe sponin, ba nuk ishe po leve shka folki, pa të nëzirë Allahu hakin, që ati ka ti menja nuk të merë, ka me të nëzirë Zoti Gjele Gjelalu, se zullumi Allahu nuk e do zullumin. Prandaj njerëz të dashur, mos e ofendoni e as mos e rëndoni dikon me fjallë të këqija, sepse bane e lëndove dikon, Allahu është i madh edhe nuk e lem pa marr hak të këti. Prandaj, kujdes se çfarë fol, mendoje 2 herë fjallën para se me qi, sepse tonë dina që Allahu i madhëruar është fals. Po nëse e lëndon robin e tinaj, e bën me kajt robin e tinaj, e bën në mënyrën më të keqe që ekziston robin e tinaj, Allahu nuk e lem pa të marr hak. Prandaj njerëz të dashur, kujdes kur e ofendoni ose e rëndoni dikon me fjalë të rënda. E ju rujt Allahu gjithë secilin prej juve prej çdo të keqe.